Partia Socialiste e Vlorës ka përmbyllur fazën e riorganizimit të strukturave të saj. Pas propozimeve të mbledhura, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi dhe bashkëkryetarët Klevis Kaso dhe Eriona Ismaili kanë bërë të mundur edhe emërimet përkatëse të drejtuesve të rinj, të cilët do të jenë në forume, por edhe koordinator të strukturave kryesore të kësaj force politike. Ndryshimet kanë prekur të gjitha strukturat dhe forumet e Partisë Socialiste në Vlorë, nga sekretari organizativ, te kryetaria e forumit të gruas dhe kryetari i forumit rinor, kanë pësuar ndryshime. Si sekretar organizativ i Partisë Socialiste të Vlorës është emëruar Besnik Stefa. Stefa është një emër i njohur brenda Partisë Socialiste, me kontribute të rëndësishme në këtë forcë politike dhe njohës si mirë i çështjeve organizative politike. Më parë, Besnik Stefa ka qenë drejtuesi i drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor në Vlorë. Sekretar ekzekutiv do të jetë Vullnet Bilbilaj. Edhe Bilbilaj ka kontribute në Partinë Socialiste të Vlorës, duke patur detyra dhe funksione të ndryshme në të, ndërsa më parë ka drejtuar postën shqiptare. Koordinatore për burimet njerëzore do të jetë Nevila Harxhi, ndërsa koordinatore për gruan Alketa Selami, e cila aktualisht drejton Qendrën Studentore të Vlorës. Koordinatore për çështje zgjedhore do të jetë Renato Shkallari, aktualisht nënkryetare e Bashkisë së Vlorës. Koordinatore për digitalizimin Anila Bezhani, koordinatore për universitetet Jonida Mehmeti, pedagoge në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali në drejtësi. Koordinatore për emigracionin do të jetë Mariola Muhaj, e cila aktualisht është drejtore e Spitalit Psikiatrik të Vlorës, ndërsa koordinator për lirin do të jetë Tedi Alushi.